një mend vlerësoj që Kosovën dhe në veçanti Forcën e Sigurisë Kosovës e Ministrinë e Mbrojtjes e kanë trajtuar dhe vazhdojnë të trajtojnë si histori suksesit të tyre dhe vlerësoj që qëllimi përfundimtar gjithmonë ka qenë që Kosova të jetë shembull në mënyrë që realisht të arsyetoj gjithë atë angazhim të NATO-s për çlirimin e saj dhe në anën tjetër një luftë e pandalshme e Serbisë dhe Rusisë, por edhe aktorëve të tjerë që kanë qenë kundër pavarësisë Kosovës, që në një farë forme të devalvojnë vlerat që ka prodhuar intervenimi NATO-s dhe që është Republika e Kosovës si vend i pavarur me një ushtri profesionale. Pra edhe lufta kundër UÇK-s në kuptimin edhe të gjykatës speciale, vlerësoj që ndërlidhet pikërisht me insistimin e Serbisë edhe Rusisë që ta paraqesin UÇK-n si një formacion jo të rregullt dhe që ka bërë edhe krime që dihet që nuk është e vërtetë dhe me këtë ta degradojnë edhe vetë intervenimin e NATO-s. Pra, të japin kaje tjetër deformuese dhe historisë. Ideja është thjesht që Kosova të mos rezultojë si histori e suksesit. Dhe vlerësoj që kjo është dhe vazhdon të jetë prioritet i SBA-ve dhe miqve tanë që përmes angazhimit, përmes mbështetjes, për ne t'i tregojnë gjithë botës që atëherë nuk kanë bërë gabim kur kanë mbështetur popullin e Kosovës për liri, sepse Kosova përveç që në një periudhë ka qenë një farë forme konsumuese e sigurisë, po shndërrohet në një eksportuese të saj duke kontribuar për poshtë në stabilitetin, por edhe për luftrat për liri siç është rasti i Ukrainës. Pra, ne po vazhdojmë të dëshmojmë që NATO ka pas të drejtë kur na ka mbështetur luftën tonë për çlirim, por edhe ne si popull kemi pasur të drejtë sepse përveç asaj mposhtjes së okupatorit serb edhe pengimit të një gjenocidi kundër popullatës sonë, kemi mundësuar që rajoni Ballkanit Perëndimor të ketë në mesin e tij një shtet me vlera demokratike që po kontribon për paqe dhe siguri.